Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka nisur vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një takim me kongresistin republikan Keith Self, i cili u mbajt në mjediset e konsullatës së Kosovës në New York. Kongresisti Self është shquar si mbështetës i zëshëm i Kosovës. Në takim u diskutua për marrëdhëniet bilaterale Kosovë-SBA me thekse veçantë në bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë, si dhe për rolin e diasporës shqiptare në forcimin e lidhjes me disë dy vendeve. Kurti e informoi kongresistin për investimet në kapacitetet profesionale dhe operative të forcës së sigurisë së Kosovës, përfshirë pajisjet dhe armatimin e siguruar nga Amerika, si rezultat i bashkëpunimit të ngushtë në mbrojtje. Ai përmendi gjithashtu vendimin e qeverisë për pranimin dhe zhvendosjen e përkohshme të shtetasve të vendeve të treta nga SBA-t, heqjen e tarifës doganore për produktet me origjinë amerikane, si dhe vazhdimin e programit MCC Compact për Kosovën nga administrata e re. Në takim u theksua rëndësia e diasporës shqiptare në Amerikë, e cila kontribuon jo vetëm në mbajtjen e lidhjeve të forta ndërmjet dy vendeve, por edhe në nxitjen e investimeve të huaja direkte në Kosovë. Kryeministri Kurti e ftoi kongresistin Self për vizitë në Kosovë dhe e falenderoi për mbështetjen e tij publike në procesin e antarësimit të Kosovës në NATO dhe strukturat e tjera euroatlantike. Ai shprehu gatishmërinë e institucioneve të Kosovës për të avancuar më tej bashkëpunimin me Kongresin dhe qeverinë amerikane në promovimin e interesave të përbashkëta. Kryeministri Kurti ndodhet në New York për të marrë pjesë në javën e nivelit të lartë të sesionit të 80 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Aty po ashtu ndodhen dy delegacione të tjera nga Kosova, ai që përfshin ministren e jashtme në detyrë Donika Gërvalla dhe tjetri i presidentes Vjosa Osmani.